pjesë në një prezantim i yti, unë e di që publiku të njeh, por do doja ose në më saktë në Table Talk ne kemi një prezantim, po themi, të asaj që dëshirojmë të shpalosim. Dua që të më bësh një prezantim të Orneles si profesioniste, të shohim në ekran, shpeshherë për tema politike, siç ti e përmende, por ndërkohë ti je një profesioniste kur vjen puna për të gjithë pozicionet që ke mbajtur në Shqipëri, por mbi të gjitha në organizmat ndërkombëtar kur vjen puna te klima apo ekspertë një sër fushë të ndryshme, por që janë të rëndësishme. Kush është Ornela sipas asaj që ka zgjedhur të bëj me karrierën e saj? Duke qenë se unë jam një natyrë hiperaktive, fle pak, vrapoj shumë. Njerëzit që janë afër meje thonë që na morë mend ndonjëherë nga mënyra ime shumë aktive të jetuarit, por dhe të punuarit mbi të gjitha. Më rastis që e nis ditën ndonjëherë duke bërë një platformë të menaxhimit të mbetjeve në Moldavi edhe mbyll duke marrë një leksion Stanfordi për energjitë e rinovueshme në botë. Kështu që në kuadrin profesional, një nga arritjet e mia më të mëdha në fakt është pjesëmarrja në fondet më të mëdha si pjesë shumë aktive e bordeve të tyre të mjedisit në botë, me dy qëndrime relativisht shumë të mira që kishin të bënin me gratë në mjedis, me pjesëmarrjen e grave në vendimmarrje në mjedis, dhe pjesëmarrjen e vendeve në zhvillim në mënyrë aktive në këtë vendimmarrje, për të jo vetëm për të marrë fonde, por në një farë mënyrë për të rritur kapacitetet e tyre për të menaxhuar të fonde, dhe e gjithë kjo në fakt u kororzua në një moment në vitin 2020 me një po themi çmim që më dha nga Global Environmental Facility si një nga 7 gratë me më shumë impakt në mjedis në botë për 10 vjeçarin e fundit, që ishte një nga arritjet më të mëdha të mia profesionale dhe bazuar në cilin vazhdon edhe puna ime sot në fakt, edhe rrjetin që kam vendosur dhe aty ku jam aktualisht duke punuar në të gjithë botën dhe pothuajse shumë pak në Shqipëri.